Pasvordi i telefonit, në momentin që kërkohet nga policia, duhet me u dhënë jo. Jemi duke pri në vendin e parë në Evropë për që po caktohet në mas të madhe para burgime. Tash te këto procedurat, po menaj, po them ashtu ma të imta që janë mandatoje, kur merret në pyetje, çka ka drejt me folë se që shkojnë çto procedurë? E para, kam dëgjuar është pyetje shumë e shpeshtë, pasvordi i telefonit, në momentin që kërkohet nga policia, duhet me u dhënë jo. Nuk je i detyruar me dhur asnjëherë pasvordin e telefonit, është e drejta jote. Ke të drejtë në avokat, me patjetër, të njoftohet një person i afërt i familjes, me u njoftu se për çka je ndalu, ke të drejtë me u mbrojt heshtje. Do me thonë krejt këto janë të drejtat e tua që duhet me këtu lexu nga ana e policisë edhe me zgjedhti se cilin po don me vazhdu tutje. Është problematik tek ne çështja e caktimit masës para burgimit, mos them jemi duke pri në vendin e parë në Evropë për që po caktohet në mas të madhe para burgime dhe është pak edhe shqetësuese. Sa është e parakohme me mbajt një person para burgim? Vendimin gjykata e merr për 30 ditë. Do me thonë vendimi i parë që i caktohet masa, pastaj mundet me u zaventu me ndonjë mas tjetër, ka masa të ndryshme, është arresti shtëpiak, është dorëzania, është paraqitja në stacionin policor, mundet vazhdojnë plus 2 muaj e kështu me radhë, po që 30 ditë është fillestare. Hetimet brenda 2 viteve duhet me përfundu. Brenda 2 viteve? Po, brenda 2 viteve. Ka raste të jashtëzakonshme që kërkohet me ushty afati, po që brenda 2 viteve përfundojnë hetimet dhe që ngritet akt akuza. Kur në momentin që ngritet akt akuza, kanë përfunduar edhe provat janë mbledh, bashkangjitë, dorëzohen në gjykat dhe pastaj fillojnë seancat fillestare, shqyrtimi gjyqësor, fjalë përfundimtare dhe një dënim, varësisht prej veprës që është kryer.